shprish mu se këtë ndrykshim. Edhe kemë Ramazan ka pak të është na kokra vitin. Zotri Bilali, po flasim për zhvillimet në linjën e mesme, e dijet që ka diskutime sa i përket çështjes së Iranit, është çështje e ndjeshme, në prake të një ndërhyrje të Amerikës atje apo jo, çka mund të ndodhë realisht, cilat janë indikacionet, për çka flasin këto indikacione sa i përket zhvillimeve në Iran? Po kemi një rund të bisedimeve, thamë drejt mes negociatave dhe kanosjes apo rrezikut për intervenim direkt të SHBA-ve. Kemi grumbullim të kapaciteteve ushtarake të forsave amerikane. Në mediume i ipet në analiza ndryshme një treta e marinës ushtarake amerikane është tani grumbulluar, shpejti pritet edhe mbritja Gerald Fordit, aeroplan bajses ma të madhe ushtarake që kanë marinat përgjithësi sot në botë, dhe duket është dikon duke lëvizë në detin mes dhe, sepse kuptohet që shpejtësia e aty në janë, mund të thëmë, tazo vetëm Abraham, aeroplan bajsa ka 105.000 ton. Do thotë, shpejtësia atyre reduktohet në mile të reduktuara, por pritet ndoshta që në fundjavë të kësaj jave të mbri edhe ky gjigant i fuqishëm ushtarak. Çka do të thotë kjo për Iranin? Është një situatë ku kemi pritet edhe një rund i bisedime për 27-in, shkurt, më duket që është e fundit, para se të kemi, ndoshta kanë prit të folë për fund këtë javë që do ketë intervenim amerikan. Ka pritet në këtë diskutim, në këtë takim realisht? Cilat mund të themi që do t'jenë pikat e diskutimit, apo do t'jenë të njëjtat, ose Amerika në këtë rast do të shkoj, themi, në takim me disa opsione shtesë për Iranin? Kushtërëm, shef janë 4 para parë, ma herët me qenë se kryesorja është që ka të bëjë me zhvillimin e programit bërthamor iranian, e cila cila vazhdon, mund të thonë, me decenje. Kemi, mund të them kështu, bisedime përmes agjencisë ndërkombëtare atomike, e cila gjatë të kontrollit në Vjen, por edhe të vendeve 5+1, ku Irani dhe këto 4, mund të thëmë, është e para kjo, e dyta është para parë që po realisht i ka nikur kësaj edhe nuk ka ndashur të dëgjojnë për këtë pikë. Zvogëlimi i programit bërthamor të raketave ballistike iraniane. E treta ka qenë çështja e uraniumit, dikon 400-450 kg, që ta çojnë atë fjalorin deportim të shkojnë në një vend të tretë. Kryesisht është bërë fjala për Rusinë, që të vjetë një vend adekuat, apo të mirët një lloj rezerve një shtet i tretë, këtë ras Rusia, për shkak të raporteve që ka Irani me Rusinë, dhe 4 ka qenë pika që të ndalet proksi apo përkraja për lëvizjet, sidomos për Hezbollahin në Liban, pastaj edhe atë Hatab Hezbollah është në Irak, po edhe Hutit në Jemeni. Do thotë, tu kanë qenë, por kryesorja është reduktimi dhe programi që të ndalohet dhe të reduktohet në minimum kapacitetet e zhvillimit bërthamor të Iranit. Por, jo ndoshta në zero, por mendohet që Irani ka ofruar duket një alternativë, ka qenë 3 vjetore të jetë një pauzë, ta quishtu, të mos ketë aktivitetet të zhvillimit bërthamor. Mirë po, me duket që jemi në fazën kur bisedimet me gjithë këtë angazhman të kapacitetet ushtarake ose afrimit operative së tyre në detin arabik, nga Oqeani Indian, tregojnë që shumë lehtë mund të dështojnë këto bisedime dhe mund të kemi një luftë e cila është jashtëzakonisht, mund të them, ndoshta mbas luftës së dytë botërore është ngjarja mund të them, ajo lufta e cila mund të sjellë botën në një rrugë pa krye dhe mund të ketë pasojë jo për të regionit, jo vetëm në linjet e mesme, por edhe më gjerë. Po, a mendoni që
në këtë rast, SBA me këto përgatitjet ushtarake, po bëhet gati në rast se takimi nuk shon ashtu siç pritet? Pra, mund të themi që nëse takimi nuk sjell ndonjë rezultat, Amerika në këtë rast mund të sulmoj Iranin me njëherë pas takimin, me qenë se thatë që mund të ketë një sulm deri në fund të kësaj jave, ku në anën tjetër në fund të kësaj jave, pra me datë 27 pritet që të mbahet takimi i radhës. A mund të themi që gjithë çka është duke u planifikuar në detaje? Shif, delegacioni iranian udhëheqet për ministrit e jashtëm Abbas Akashi. Disa të polë amerikane kuptuat që është i dërguar speciali i Trumpit, Sven Witkofi, edhe për lindjet e mesme, por edhe për konfliktin Rusi-Ukrainë, luftën Rusi-Ukrainë. Por mendoj çdo herë ato është edhe Jeb Kushneri, dhënëri i Trumpit. Mund thuhet që ndoshta edhe administrata amerikane në një farë mënyrë është e deleguar nga dy figura të cilat nuk përbojnë ato resoret ministrore, por janë jashtë asoj që mund të quhet që është kompetenca e State Departmentit. Por më rëndësishme në pyetjen e juaj është a do ketë. Ne kemi pas sinjale që do ketë sulme edhe para 2-3 javë, është vritur. Ka qenë koha kur mund të them shumë agjenci prestigjioze amerikane dhe britanike kanë thënë se brenda 24 orë do ketë një sulm amerikan. Tash bisedimet në vijën do mendoj që 27 do t'tregoj shumë. Se do jetë ndoshta, më të them, ai tentativa e fundit, por problemi qëndron diku tjetër. Goditjet a do të jenë të kufizuar apo goditjet të cilat mund të jenë të tmerrshme. Nëse ka një dakordon ta quaj kështu nën hije që të arsituhet do një goditje në Iran, e cila pastaj mund të kemi në luftën 12 ditore kur edhe pola izraelite dhe amerikane ka deklaruar se janë arritur caqet. Tash po der që nuk janë arritur caqet. Dhe kjo do thotë do jetë prap një farë lloj mistifikimi rreth asaj goditje se ku do ndodhë dhe çka do të goditet. Po pikërisht te kjo pjesa, çka do të goditet? Ku mund të jetë fokusi i SBA-s gjatë këtyre goditjeve, cilat mund të jenë charget ose pikat që i ka në shënjestër SBA, e të cilat mund të dëmtojnë ose mund të zoglojnë ndikimin e Iranit në këtë pikë. Është vështirë të thuhet në aspektin militarist, goditja amerikane parashihet të jetë nga, mund të them, kryesisht nga pranbojësit dhe aeroplanet amerikan, pastaj Tomahawk-at, e cila është Abraham Lincoln përmban dikon 250-300 Tomahawk-a në kapacitetet e saj. Pastaj ka lëvizje dhe të nëndeceve. Amerikanët kanë 11 klasë të Ohio's të nëndeceve me koka bërthamore, të cilat përbëjnë triadentin. Po kjo nuk e besoj që do ndodhë të përdoret butoni bërthamor, apo armët bërthamore, raketat që kanë mbushje bërthamore. Dhe kuptohet që është edhe minutmini, që është platformë toksore. Por, çka do të goditet? Irani kryesisht do goditet besoj në infrastrukturën e vet të kapacitetet të Gardës Revolucionare Islamike. Është problematike që terreni i Iranit është jashtëzakonisht i thyeshëm, nuk po flas për aspektin e invadimit toksor, kjo nuk vjen në pyetje, është terren jashtëzakonisht i vështirë dhe humbjet mund të jenë shumë dhaja. Po nuk po të fjallë për këtë formë. Dhe kuptohet ato që kanë të bëjnë me kapacitetet ushtarake komplet armatës iraniane. Irani ka një dualitet brenda forcave të armatosura, ka armatën forcat armatose të Republikës së Iranit dhe Garda Revolucionare Islamike. Bile mund të them drejtë, Garda Revolucionare Islamike ka kapacitete shumë, çdo inovacion i ri shkon përmes gardës. Dhe të ajo, se më thonë kështu me ratë vizën e fundit, por edhe disponon në stoqet e tyre për aktivitetet dhe operativin ushtarake. Tash, goditja do jetë besoj e shpejt, e rrufeshme, por qëndron edhe një problem tjetër. Irani në kapacitetet e saj ka, mund të them, jashtëzakonisht skuadra, mund të them ekipet të cilat janë jashtëzakonisht të përgatitura. Po flas në aspektin komandues, sepse në forca ushtarake shkon edhe 2 milion. Jemi duke folur gjithmonë për sulmin e Amerikës, por duhet të ndalemi edhe tek çështja se si do të reagojë Irani, duke pasur parasysh
të përfundoj goditja amerikane parashia, do thotë që të jetë kryesisht me arsenale, do jetë ndoshta edhe bombarduesi B2, mund të jetë, ai farshmi, që ka goditur centralet centralet atomike të Iranit në luftën 12 ditore të qershorit të vitit të kaluar. Por mendoj që kryesisht do thotë teknologjia që do të përdoret nga amerikanët do të jetë jashtëzakonisht, mund të them, ajo që është ndoshta edhe e viteve të fundit për të treguar, do thotë, demonstruar fuqinë e tyre. Iranianët, mund të them drejtën, kanë kapacitete jashtëzakonisht të zhvilluara. Është një rrezik tjetër që duket që Kina ka hyrë në lojë. Bilone mund të them, në analizat e mia është luftë kundër Iranit apo një betejë me Kinën kjo. Sepse tash do të tregoj ku qëndron poenta. Por Irani në kapacitetet e tyre të forcave, sidomos Irani dhe Izraeli janë dy vende në lindje të mesme që kanë jashtëzakonisht superior në ofenziv. Në defanziv kanë problemet e tyre. Bilo po edhe me luftën 12 ditore që për kundër teknologjisë ose mund të them kupollës mbrojtëse të Izraelit apo Arov-2-shit dhe 3-shit apo thardit amerikan nuk kanë mujtë për shembull fatojnë raketën supersonike Fata 2-shin ta ndërprej, sepse ka një mah ose një shpejtësi të zërit që të i kalon edhe bën çuditëra. Por edhe sigjili ashtu. Do thotë kapacitetet iraniane janë jashtëzakonisht të forta. Është e rrezikshme për një goditje në kapacitetet që disponon Irani. Abu Mehdi quhet një raketë e fundit që lëviz nga ujë depërtimin e ka dhe mund të godas. Dhe këtu është ai rreziku për goditjen e aeroplanbrojtësave amerikane, të cilat mund të goditen, a mund të arrijnë qëllimin, sepse teknologjia dhe elektronika amerikane për brenda këtyre aeroplanbrojtësve është jashtëzakonisht e nivelit më të lartë. E tash, duhet të plas pak për atë se me siguri... Në çfarë pikë mund të përfshihet Kina, se përmendet? Kina ka arritur me kapacitet, sidomos në elektronik, ka përforcuar shumë Iranin. Ka qarkullojnë shumë informacione që ka dërgu edhe C-20-shin, avionin jashtëzakonisht luftar të gjeneratës së pestë, e cila është prototipi raportit F-22 dhe sidomos si F-35 amerikan. Do thotë, gjitha këtu që apo i tham nuk janë zyrtarisht të konfirmuara. Por në elektronik me duka që sistemin e radarit Haku 8B dhe sistemin e mbrojtjes, sistemin raketor, i cili është jashtëzakonisht i efikas dhe i fuqishëm kinez, kanë pritur. Dhe kjo pej qershorit, kur kanë përfunduar lufta, kinez kanë qenë të interesuar. Elektronika tillë mund të qorroj goditjet, sidomos nga aviacioni. Ta përdori këtë terminologjinë atë cilësinë që mund t'i vërbroj. Por nuk vjet dilem që Amerikanë dalin hopës. Tash kuptohemi me këtë opinioni, mendoj që Irani aq i fortë që Amerika e ka problematik të delfitus në këtë rast. Por unë mendoj që do jetë një luftë jashtëzakonisht e cila mund merr për masa regionale, parashihen goditjet bazave amerikane. 4.000 trupa amerikanë në lindjet e mesme i kanë plasë përgjithësi. Pej Irakut, nga Siria tashmë definitivisht që janë tërhekur, dhe deri mund të bëjmë atë sjelljen që vjen deri te deti Mesdhe, ka dikun po që pej Hormuzi atje te Sultanati i Omanit, deti Arabik dhe hyrja detin e Kuq, kanal Suezit dhe ardhja në detin Mesdhe, amerikanët kanë i bie që në këtë themi, në këtë konflikt të radhës, nëse ndodh në mes të Iranit dhe Amerikës, të psojnë edhe vende tjera të lindjes së mesme, të përfshihen edhe vende tjera të... Këtu është rreziku, thëmë drejtën, në qofse për cilët situata, ajo që ka njosit e kësaj fushë, unë për cili shumë jashtëzakonisht këtë problematik, jo tash një kohë gjatë, më thamë. Por në lindjet e mesme ka rrezik që të ketë goditje, sidomos vendet e Golfit. Sipas Al Arabis mund të jetë goditje dhe resordeve të hotelerisë dhe infrastrukturës së tërë në Abu Dhabi dhe Dubai. Pra mund të ekzistojë një sulm në Dubai. Po që se ka goditje të ashpra të amerikanëve në Iran, lindja mesme dhe sidomos të pika që janë, mund të thamë,
jashtëzakonisht luksore për vendet si që është Dubai, do jetë shkatrora, sepse është kapital amerikan. Ka aksione, kapital të njerëzve të biznisit amerikan. amerikan. Ka kapacitet pastaj Dubai, këtë rast që t'i kundërvijet Iranit? Vendet tjera janë me përjashtim Arabia Saudite që ka kapacitete. Vendet e Zirit, pjesë tjera përpos që kanë ndihmën proksin amerikan, ose bazat amerikane, nuk e kanë ndonjë fuqi. Deri dikun mendoj që Katari mund të jetë dish ma pas Arabi Saudite, edhe Emiratet, mos harrojmë, Emiratet e Bashkuara komplet, u fora për pjesën e këtu se ata i kanë dikun ja 6-7 princat të cilat udhëheqin me Emiratet e Bashkuara, janë dona të farë, më thëmë, ta që ishte si lloj pjesë të tyre, regionet të tyre që udhëheqin. Por Emiratet e Bashkuara po kanë kapacitete bashkë me Arabi Saudite, janë zakonisht të forta. Por Irani, goditet iraniane që do jenë të ashpra në këtë pjesë dhe është e pandalshme se ata nuk mund t'i ndalin. Për shembull edhe baza amerikane në Katar, kur vitin e kaluar, kur godit, ka qenë e pandashme nga sistemi forcave kombëtarore, qoftë të Katarit apo amerikane në këtë rast. Por, pra po them, e kem një duel që përgjon të jetë dueli mes dy titanikëve, amerikanëve dhe kinezëve. Po, a mund të themi që mund të përfshirë këto dhe Izraeli? Pa, gjithsesi. Mos të harrojnë me fakt që Izraeli mund të godas edhe palenë amerikane. Mund të thëmë kështë të marrë këtë përgjithësi vetë, bili kryeministri i tyre ka deklaruar disa herë që ne mund të startojmë dhe të kryjmë aktivitet luftarak, por të Izraeli është një pyetje e madhe. Pse? Nga se goditjet e armave hipersonike iraniane janë jashtëzakonisht të fuqishme. Dhe nuk ka siguri, Izraeli është një vend i vogël 28.000 km2. Do thotë, nuk ka kapacitete këtë rast, rëbeshin. Iranian planifikojnë dikon sbashku me shahet 136 dhe sistemin e raketave ballistike të startojnë brenda ditës me 2.000 gjujtje. 2.000 aktivitete që do godasin, raketa që do godasin e brenda Izraelit. Dhe është edhe sistemi mbrojtjes kombëtare është vështirë të zëtë gjitha këto. Por çka është më e rëndësishme është që goditja që vijnë nga Fatadyshi, që është 1450 km, dhe Segjili 2000 km, mund të kapërtoj plus. Janë armë hipersonike që nuk kanë mundësi Izraelit të ndalë. Dhe kjo paraqet që iranianët, forcat e tyre, është shumë interesant. Ata që merren me këtë fushë dhe njohin në Iran ekzistojnë mund të them 8-9 qendra të cilat po se zhduket Tehrani. Në aktivitetin e merr një qendër e 2-shit e 3-shit. Dhe ka një sistem jashtëzakonisht parashihet që ka edhe qytetet nëntoksore, të aktivitet për operativ ushtarake kanë fjalën, dhe sistemi të armatimit tyre. Do thotë Irani nuk është Venezuelë. Ka kapacitete të tilla, e cila është njëra ndër fuqitë më të forta në lindjet e mesme. Nga se burimet e saj janë shumë joshte dhe interesante dhe jetike për kinezët në këtë rast. Dhe këtu tash futja kinezëve, por edhe rusëve. Rusët me duket që kanë bërë aktivitetet e tyre dhe kanë dërguar instruktor, dhe mund të jetë Busheba, aja pjesa ku është tërhiqur pjesa e ekspertëve rusë dhe inxhinierëve, e cila kryesisht nuk është goditur në luftën e 12 ditore të qershorit, por sistemi flitet që ka qenë diçka të SOI 35, që ka të vërteta këtu dhe sa është kjo komponent dhe fuqia e saj. Një di që Bielorusia ka dërguar një sistem të radarëve, jashtëzakonisht fuqishëm, i cili ka deri në 350 km jap sinjalin. Por Irani ka Bavarën 373, një sistem e forcave kundërajrore të tyre, meqense në luftën 12 ditore nuk ka treguar shumë efikas. Por pyet këtë jam më decisiv, Izraeli me siguri do godas jashtëzakonisht fort Iranin, por do të jetë edhe i goditur kësaj radhe jashtëzakonisht shumë. Po kthehemi në Europë. Kthehemi tek Ukraina. Nesër bëhen 4 vjetë prej kur ka filluar lufta e ashpër, sepse dime që lufta në mes të Ukrainës dhe Rusisë ka filluar në vitin 2014 me aneksimin e Krimes, pastaj u rikthyem prapë para 4 vjetësh ku filloi lufta e ashpër. Në anën tjetër,
E kemi në këtë pikë, kemi duke u përfshirë në këtë rast edhe Hungaria, e cila ka kërkuar nga Ukraina që të zhbllokoj faktikisht themi tubin e gazit, kanalin e gazit rus. Në anën tjetër kemi një deklarim të Zelenskit, i cili thotë që luftën nuk e kemi humbur dhe nuk do të dorëzohemi. Kushtim është një situatë shumë interesante. Ata e ke tamon ke rrën atë pikën ku duhet lufta me Ukrainë-Rusi ose Rusi-Ukrainë ka filluar në 2014 me invazionin e Krimeas. Krimea historikisht ka qenë pika kyçe dhe strategjike për cëllën do forcë që kanë bizotruar ose ka qeveris, sepse atëherë deti i zi kontrollohet jashtëzakonisht dhe është të thotë ai mund të them momentumi ku çdo kush e ka dëshirën ta ketë Krimen. Por, me qëse historikisht është një temë shumë në librat e mija ku përshkru shumë marrë këtë histori tyre. Historikisht shqiquar ma tepër i takon së Turqis, Krimeja, se sa ndashta dy forcat, edhe Ukrajines edhe Rusis. Por, do dhe fuqia ka bët vetën, forca ka bët vetën. Tash, shef, lufta dytë botërore, saksisht, eksakt, ka zgjatur 6 vjetë një ditë. Po. Do thot, është me 4 shtator 1939 dhe ka përfunduar me 5 shtator 1945. E para 39 si pa shtatori ka qenë invazioni i Hitlerit në Poloni dhe kjo ka qenë përfundimi i luftës, do thot definitivisht dorëzimi forcave të Japonit. Ndërka që lufta Ukrainë-Rusi po i bën 4 vjetë? Po. Ki 6 vjetë e një ditë ka zot lufta e dytë botërore. Tesh këtu kemi nesër 4 vite. Po, këtu më lë të kujtoj që Zelenski në deklaratën e tij të fundit në një intervistë për BBC-n tha që Putin e ka nisur luftën e tretë botërore. Që në aspektin mund të them të shumë elementeve që sot zhvillohen në terren, por edhe jashtë kulisave, mendoj që kemi shenja që kemi hyrë në aktivitetet e tilla që gjasojnë shumë asaj që ka njerëz të cilët i nohatin këto probleme, mendoj që kemi ardhur në një aktin e tillë. Shef. Pra thua që kemi hyrë në aktivitetet që çojnë në luftën e tretë botërore? Shef, janë disa faza. E para është, do thotë, prishja e raporteve apo ndërprerja raporteve të marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve kur kanë para fazës së luftimeve. E dyta është ajo që ka të bëjë me bllokimin apo sanksionet ekonomike. E treta, hyn aktiviteti para përgatitor për fillimin e aksionit luftarak. Dhe katërta, merr valët tëra kjo që mund sjell pastaj. Ne kemi një 3 faza, mund të them, para ardhjes, inshallah nuk vijë deri te ajo, shpërthimit e një lufte tretë botërore. Ende mund të them nuk kemi hyrë në atë fazë direkt të kërcënimit që mund të ndodhë, por ngjarjet të cilat dhe luftrat që sot i kemi në botë, që janë dy më të rrezikshme që përmendëm më herët, lindja e mesme apo konflikti para përgatitet për ta goditur Iranin dhe lufta në Ukrainë paraqesin 2 momente. E treta është kriza me Tajvanin e Indo-Paqësor, që do jetë kulmi që mund vjerit deri te një luftë tretë botërore. A ka pas drejt Zelenski? Zelenski vendi i tij gjatet në një situatë jashtëzakonisht të rëndë me luftë 4 vjeçare dhe për të është ndoshta më shumë se luftë tretë botërore. Sepse kuptohet vendi i tij u shkatruar shumë, ka humbje në forcat e mbrojtjes së tyre shumë, po ashtu rusët kanë humbje jashtëzakonisht të mëdha. Dhe kjo luftë i ka disa faza për të ardhur deri te një janë pushim dhe një marrëveshje paqësore me cilën amerikanë tentojnë ta sjellin, por shef çdo paqja është e mirë. Edhe po që se ka koncesione të ndryshme, por paqe drejt nuk ka. Nuk mund të arrijmë dhe mund të kërkojmë që përmes kësaj koncesione territoriale që Ukraina në një farë mënyre nuk ka ndoshta ndërmend të lëshoj pa, po de facto ato janë pjesë tani më të marra nga forcat ruse,
Mos harroj invadimi i 24 shkurtit në 2022 ka qenë jashtëzakonisht interesant dhe qëllimi ka qenë shërbimet bilim duket ai shefi i shërbimit jashtëm ka qenë në kritika shumëta sepse te Putini ka ofruar informacion që brenda 10 ditë Ukraina dorëzohet, mirret komplet. Ukraina i ka 605.000 kilometra katror. Por territori do thotë më i madh, shteti më i madh pas Rusisë, flas për pjesën evropiane, që ka territor, por edhe pasuri dhe tokë që njihet si ambari i Evropës. Dhe është jashtëzakonisht edhe në aspektin, do thotë qoftë ekonomik, qoftë strategjik, mirë po, mendoj që edhe në atë që njihet resurset me cilat mund të bëhat jo vetëm Evropa. Shim kur kemi kriza të bukës, Ukraina ka qenë ambar dhe furnizues jo vetëm për Evropën, por edhe ndoshta edhe për kontinente tjera. Dhe këtu mendoj që janë aspekte të cilat goditja kur është bërë në Ukrainë, ka pas Kijeve atë rrethimin me forcat çeçene, që kanë hyrë përmes Bielorusisë, kanë depërtuar deri në afërsitë e Gebri, ka qenë pyetja ato minimi i një pende, e cila ka qenë rrezikshme pastaj edhe për vetë qytetin e Kijevës, por për forcat ruse dhe çeçene ka qenë rrezikshme. Kjo taktikë dhe kjo tërheqje. Ukraina ka shumë aeroporte civile, por edhe ato luftarake. Ukraina njihet në Bashkimin Sovjetik që ka pas inovacione dhe zhvillim të inxhinierëve, të industrisë ushtarake jashtëzakonisht, sidomos në Dnjepër, në qytetin Dnjepër. Është në region atje Dnepropetrovski. Ukraina i ka 24 regjone, 3 kanë statutet e kanë të veçanta. Kijevi, Sevastopoli dhe Krimea. Por, për të qenë i shkurt, besoj që ndoshta këtë vit mund të pritet një anë pushim dhe një marrëveshje paqësore. Jo në është a favorshme për Ukrainën, por edhe shumë e vështirë për gjithë sigurinë evropiane. Po, nderuar, faleminderit shumë që ishit sot në Rreth Rrotullt. Krasi, faleminderit nga ju.